Rikthehemi dhe flasim për një çështje krejt tjetër. Në portalin një nga titujt e këtyre ditëve ka qenë një deklaratë e liderit të ashtëquajturës qeverinë në hije Pëllum Pilinçi. Sipas disa artikujve, është ngritur një celul ukrainase ruse për ta eliminuar. Madje thotë se Rusia po ngret edhe dronët kundër tij. A është kjo deklaratë e tij e vërtetë? Dhe a është e vërtetë e tij kjo deklaratë në fakt dhe cila është e vërteta sa i përket rrezikut të cilën e ndjen zotri Pilinçi, do të na tregoj vetë ai përmes një lidhje direkte që e kemi aktualisht. Zotri Pilinçi, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në emisionin Kosova Today. Përshëndetje Kosova. Zotri Pilinçi, kam qenë kënaqësi kur jam me dy të rinj. Kemi qenë shumë kurioz t'ju kemi në emisionin tonë dhe jam shumë i lumtur që e kam aktualisht dhe do doja ta filloja diskutimin me këto titujt e fundit të mediave. Ekziston vërtet një rrezik i tillë për juve? Ekziston një fuqi që dëshiron t'ju eliminojë zotri Pilinçi? Për herë të parë ju përshëndes nga Tirana, përshëndes Kosovën, u përshëndes juve dy të rinjve që jeni. Vje një kënaqësi kur shoh të rinjt në gazetari. Dalëm dhe pyetja që ju po mbeni. Ajo nuk është e vërtet, as kam shkruar ndonjëherë kurrë dhe as e ndjej veten të rrezikuar. Pavarësisht se un kam në mision 50 vjet, jam në vendin e dur dhe e njoh mirë politikën dhe spionazhin, jo vetëm evropian, po thuaj edhe botëror. Pra unë së ndjej asnjë rrezik sepse jam në vendin tim, jam në tokën time, jam në Shqipërinë e kufive natyror. Asgjë nuk kam shkruar për këto, po këto janë propagandat e tiranisë, për arsye tirania Kosova që jeni ju, ka vojtur me shekull vetëm nga politika e tiranisë, ashtu siç ka vojtur Maqedonia, Malizi. Pra ne jemi shqiptar, por erdhi koha e realitetit. Nuk janë të vërteta asgjë nga ato që ju po thoni. Por, zotri Pilinçi, për çfarë arsye ju sulmojnë bashkë ju? Urdhon, nuk të dëgjova. Për çfarë arsye shfaqen këto apo shpërndahen këto lloj propagandash kundër jush? Dhe pse jeni ju në fokus? Për arsye sepse unë jam ai person që po bëj Shqipërinë me kufi natyrore, është bërë plani ka 100 vjet që në Amerikë për të bërë Shqipëria këtë periudhë. Dhe lufta e tretë botërore që po zjen, është qëllimisht për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore, për të bashkuar bashkë, për arsye se jemi ndarë në 4 pjesë. Kosova është krahinë e Shqipërisë, Maqedonia Aleksandrit është e Shqipërisë, Malizi është e Shqipërisë, Kosovarët kanë luftuar me shekuj kundra Serbisë. Dhe sot që quhet Serbi, është toka e jonë dhe erdhi koha e realitetit. Për këtë arsye më sulmojnë mua, nuk kanë të më sulmojnë drejt për drejt, sepse e din fare mirë se kush jam unë, e din se çfarë punë e bëj, e din sepse po bashkoj Shqipërinë që ka një shekull që ne po vrasëm vetveten njëri me tjetrin, ne po bëhemi spion të serbëve, të grekëve, të francësve. Po ashtu dhe të englezëve. Pra, ju si gazetar mund më pyesni çfarë keni dëshirë, unë jam gati t'u them, dhe përshtypja më e madhe që u bë në Tiranë para ca ditëve, që erdhi UÇK-ja. Pra, UÇK-ja, nëse më pyesni, jam gati, jam në brendësi që në vitin 1999, si u bë, kush luftoi dhe pse luftuan. Për këtë arsye na Zotri Pilinçi, ajo që na intereson ne është, ju thotë se ekziston një plan amerikan qysh para 100 vitesh për bashkimin e trojeve shqiptare. Dhe pse na u desh të presnim 100 vite dhe zotri Pilinçin që ta bëjë një gjë të tillë? Për arsye se duhet dini diçka, ka 100 vjet e ca, do me thënë që 22-shin i ka ardhur ambasadori i parë në tokën e Shqiponjave, në tokën e Shqipërisë të kufive natyror. Pra herë është bërë përpjekja, por lufta e dytë botërore, ju jeni të rinj, dofta nuk e dini mirë, në luftën e dytë botërore, englezët së bashku me Stalin, Churchilli e firmosi
që të shkëpute Shqipëria, Kosovën jala Serbit dhe qeverinë e Tiranës po urdhoshe direkt nga serbët, nga Melidin Popovici dhe nga Dushani. Pra, Shqipëria ka vojtur, a herë unë kam në Amerikë 50 e ca vjetë që kur kam vajtur, jam njohur me presidentin e Amerikës, që është me gjak shqiptari, George Bushi. Pra herë kemi luftuar, qëllimi ishte rrëzimi komunizmit, rrëzimi murit të Berlinit dhe u bë, dhe qëllimi i kësaj lufte që është tani për Evropën, që do bëhet shumë lufte ashpër, por nuk do preket Shqipëria, kur them Shqipëria, me kufin natyrore, Kosova, Macedonia dhe Malizi. Nuk do preken? Si ka mundësi që nuk do preken? Zotri Pilinçi, kërkoj falje për interferencën, ajo që më intereson është, si ka mundësi që në një luftë botërore trojë shqiptare të mos preken? Për arsye nuk preket, sepse Shqipëria tje djalirin që ose nuk e lexuar historinë, Shqipëria është ajo që ka krijuar Evropën. Shqipëria është gjua me vjetër në botë, ne shqiptarët jemi më të zgjuar, ky është qëllimi që po e coptojnë, e kanë coptuar Shqipërinë, edhe emigracioni që është jashtë nuk e duan, sepse emigracioni Kosovar në Zvicër, kudo që janë sot profesora, janë biznismen, për këtë arsye na kanë inat ne se jemi më të aftë. Po erdhi koha e realitetit, erdhi koha se kush janë shqiptarët, sepse 100 vjet nuk kanë thënë realitetin e Shqipërisë. Komunizmi nuk e tha, e fsheu realitetin, sepse ne, Aleksandri i shqiptarëve, nuk e treguan realitetin e shqiptarëve se kush është, sidomos si në Kosovë në 99-ën dhe në Tiranin, këto politikat e shtremra e kanë fshehur realitetin, e kanë fshehur qëllimisht që të pasurohen, dhe 97% të popullsisë vuan, intelektualët vuajnë, unë gëzojmë që u shoju në televizorin Klani, për arsye se intelektualët dhe të rinjt kanë ikur jashtë shtetit, nuk i kanë pranuar si tirania, ashtu dhe politike e Kosovës. Ky është qëllimi që politike e Kosovës, po mos e ngriti këtë flamur, nuk ka. Ky flamuri i shtendi i dashur shqiptar. Nuk është flamuri me blu. Pra, të mos kemi frikë se Amerika është me ne, Amerikën e keni në Kosovë, Amerikën e keni në Maqedoni, kur them, flas me kompetencë, sepse punën që kam unë, është për mbrojtjen e kombit shqiptar. Dhe, zotri Pilinçi, në këtë moment më intereson të di më shumë pak rreth formës se si do të merr formë komplet nisma juaj, pra bashkimi komplet trojeve shqiptare. Jo aktualisht e shoh se shoqëroheni nga shumë truproja. Fillimisht dua të di në qoftë se jeni rrezikuar për sigurinë tuaj dhe mendoni se dikush ju do të vdekur duke marrë parasysh misionin që keni para vetës. Unë atë nuk e kam shkruar që është e vërteta, por neve kemi armiq shumë. Për arsye se jam unë i vetmi që kam erdhur për çështjen e bashkimit të Shqipërisë, jam unë ai person që si në Kosovë, në Maltëzi e Maqedoni do bëhen zgjedhje përsëri, sepse është qëllimi i bashkimit të Shqipërisë. Dhe armiq kam shumë, unë armiq kam francezët, unë armiq kam serbët, unë armiq kam englezët, për arsye se këta janë të tre që na kanë coptuar me shekull e me shekull. Këta na kanë coptuar që qëllimisht rinia, kur them rinia shqiptare, është edhe Kosova, se Kosova për mua është krahina e Shqipërisë. Është krahina e Shqipërisë, nëna është këtu, Shqiponja është këtu, pra unë kam shumë armiq, por kam armiq. Po? Zotri Pilinçi, do doja të merrem pak më shumë me mes të juaj, megjithëse na treguat për armist, do doja të merrem me mes që i përmende aktualisht, e përmende George Bush. Dhe përderisa ju po flisnit për të, më kujtua edhe një intervistë e juaja kur thoni se familja Bush është me origjinë nga Fushkruja. Qëndron kjo? Apo është nga Shqipëria, nga Krye. Më falni? Po, është nga Krye. Po, dhe kjo është qëllimi që djali i tij president, i biri i tij ka ardhur të Fushkruj, ka ardhur të Fushkruj me këmish të holl,
u takua me shqiptarët, u takua me një zonjë që i ngjante komplet dënës të tij, dhe kjo ishte arsyeja që kur erdhi Bushi sipas rregullat ndërkombëtare, duhet ishte presidenti i Shqipërisë dhe kryeministri i Shqipërisë, një nga këta. Për arsye Bushi nuk i pranoi, kam qenë dhe unë herë, nuk i pranuan për arsye se erdhi në vendin e tij. As Bushi, as Berishën se pranovi, as Mujsi nuk e pranovi. Arritën sa që të dy, kur ka ik Bushi, thanë që i vodh orën. Këto janë qëllimisht, sepse duhet dishin diçka politike e Shqipërisë, po e them me plot gojë, me plot bindje, se e di fare mirë, është politika sërbe. Sidomos në Shqipëri janë shkaktarë që e kanë coptuar Kosovën, janë shkaktarë që e lënë mijan Maqedonin, janë shkaktarë qëllimisht për të bërë tregti, si në Kosovë dhe në Shqipëri. Kullat janë bërë të gjithë nga të huaj, qëllimisht menduan se do të minin Shqipërinë, po jo, sa jemi gjallë ne, Shqipëria do bëhet me kufi natyror, është me ditë e jo me vite. Tirania është me ditë për të rrëzuar qeveria. E qartë dhe zotri Pilinqi, ju keni ndërtuar edhe një qeveri në nhije për t'i bërë realitet të gjitha këto të cilat po i flesni planet tuaja, dhe pjesë e kësaj qeveria në nhije kemi persona edhe nga Kosova. Na spjego pak se çfarë është qeveria në nhije dhe realisht si synon qeveria në nhije që përmes punës saj t'i bashkoj trojet tona. Të dashur ju gazetarë, Shqipëria, neve kemi bërë qeverinë teknike, nuk është në nhije. Qeveria teknike e zgjedhur me 13 ministra, do me quhen 13 sekretarë të shtetit si në Amerikë. Është bërë qëllimisht për 3 muaj, ne do bëjmë zgjedhje të reja për të bërë me president, jo me kryeministër. Neve kemi bërë 3 drejtori, drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s shqiptare, do quhet FBI-a shqiptare, dhe drejtoria e inteligjencës CIA-a shqiptare, do të quhet ajo për arsye për këto çështje zotri Pilinqi do duhet të kemi edhe ndryshime kushtetuese. Sistemi zgjedhor të ndryshohet, sepse në këtë moment jeni vetë shpallur, por për ta bërë në formën se si doni ju, kush do të inicoj ndryshimet kushtetuese që do t'i paraprinë? Dashur djemë të rinë, gazetar e kush do që më dëgjon, kushtetuta që është bërë në Shqipëri është kushtetutë sërbe, 7501, është bërë kushtetutë sërbe që të hynë të rinjë, të hynë familjarë, 97% të shqiptarëve, si në Kosovë e këtu, hynë në burg për një dritë. Zotri Pilinqi, të lutem. Por si ta ndryshojmë, e marim së është ashtu si thoni ju, e marim si të mirëqenjë këtë që po thoni, por si ta ndryshojmë kushtetutën, cila është ajo forcë politike që ju i keni brenda parlamentit Shqipërisë për ta ndryshuar kushtetutën? Po si e ndryshuam ne më 90-ën, unë kam qenë më 90-ën që neve e ndryshuam automatikisht në Shqipëri. Dhe kjo kushtetut është bërë në prill të 90-ës, është bërë në Serbi, qëllimisht për të coptuar shqiptarët, qëllimisht për t'i përqarë familjet, qëllimisht për të ndarë motën nga vëllai, për çështjen e pasurive. Se shqiptarët e kanë pasuri me shekuj e me shekuj. Neve s'na ka dëmtuar dot, do me thënë Turku, vërtet na vravi, vërtet, por nuk ja kemi të kurrizë, kurse këtyre 2 qeveri si në Kosovë, e në Shqipëri, po tallen me shqiptarët, janë bërë milionera 3%, kurse shqiptarët janë pa bukë, shqiptarët kanë ikur nga Kosova dhe në për Evropë, në Amerikë, kanë 50 vjetë që kanë ikur edhe po ikën për ditë, pra shqiptarët po dalën në botë, sidomos në Amerikë, kanë dalë të parit janë profesora, janë inxhinera, kurse në qeverinë e Tiranisë janë ignoranta dhe spiona. Për ta ndryshuar realitetin në Shqipëri, ju keni një hap të parë që du ta bëni zotri Pilinqi, e ajo është t'i fitoni zgjedhjet. Mendoni se mund të keni sukses në zgjedhje në një vend si Shqipëria, ku realisht partia e cila sot do dheq PS-ja ka një përqindje mbi 50%? Mendon ti, unë në gazetari e njoh mirë, unë jam edhe jurist, unë e njoh mirë gazetarin djaliri, kjo është propagandë, nëse del një nga PS-ja, as një vot s'merr, as nga PD-ja, janë që të dyja zemra
e Sërbit. Janë që të dyja zemra e Grekut. Zotri Pilinçi, nuk mund t'i klasifikojmë kështu partitë të cilat e kanë udhëhequr vendin për dekada. Jo, zoti e ke shumë gabim që e djaliri, mos folë me këtë dëgju, që e ti djaliri Shqipëria ka nevojë për ty. Këto të dyja partit, unë i kam kapur që në fillim kam erdhur, të dy partit janë anti-shqiptare, po si ka mundësi, një cop ignorant në parlament, e ketë vila, hotele, kurse 97% nuk kanë bukë në Shqipëri, e kanë humbur drejtimin. Në Kosovë, është bërë, aty në Kosovë, bet deputet, bet milioner të nesme gazetar. Zotri Pilinçi, a nuk ju duket vetja pak subjektiv në gjykimin dhe naracionin që po ndërtoni për oponencën tënde politike në këtë moment? Urdo? A nuk ju duket pak fillimisht subjektiv dhe pastaj i ashpër naracionin që po ndërtoni se ata punojnë me Serbinë, ata janë pjesë e Serbisë, realisht, si mund të jetë e besueshme që një shqiptar, një udhëhes shqiptar të punoj për Serbinë? Gazetar, çdo njeri e di i madh e i vogël, sepse sidomos në Shqipëri që më 90... Nuk e di, zotri Pilinçi, dhe nuk hy në mesin e personave që kanë këtë informacion, prandaj edhe po ju bëj këtë pyetje me shumë dashamirësi. Edhe unë po e them realitetin. Me mua çdo gjë që viziton, nuk vizitoj të hap telefone çfarë më thot tjetri. Pilinçi i di të gjitha se Pilinçi ka 51 vjet në Amerikë, po Pilinçi më tepër ka jetuar në avion në Evropë se në Amerikë. Pra, pa ta thash edhe një herë, është bërë programi ka 100 vjet që luhet për të bërë Shqipëria me kufi natyrore. Për arsye, sepse Shqipëria është një nga vendet në botë që është vetëm një racë, ne jemi një racë dhe ne pamarësisht se jemi 3 fe, por ne jemi një racë, e raca jonë dhe feja jonë është flamuri. Flamuri i Skënderbeut, flamuri i Shqiponjave. Pra është bërë plani për arsye që të bëhet Shqipëria. Ju jeni në Kosovë, sa herë thot Kurti apo të tjerët aty që do na hyjë Serbi, po jo i dashur, Serbi nuk hyjë se Serbi po të lëvizi. Ne do vejmë dhe në Beograd. A në banë mend më 99-ën, UÇK-ja, do me thënë kryesori UÇK-s Hashim Thaçi, që punonte me Amerikan, do të shini e pikturën e shini vetë, dhe ta tregoj këtë djali, Hashim Thaçi ka qenë Amerikan, ne e kemi marë dhe ka punuar për herë të parë. Hashim Thaçi, do UÇK-ja e ka ndihmuar Amerika, dhe sot vuajnë ata të UÇK-s, kurse të tjerë rrinë edhe bëjnë qef në çdo vend, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra duhet dishi diçka, ka ardhur koha e realitetit, ka ardhur koha që të tregohet historia, pavarësisht se çka kanë bërë pasuri, po janë patriotë që kanë luftuar për Kosovën. Amerika duhet dishi diçka, një minutë, duhet dishi diçka, kur presidenti, alo? Po, ju dëgjoj, zotrim Pilinçi. Kur presidenti Amerikës, avionët ishin gati në Beograd, presidenti Clinton i lexonte letrën në shtëpinë e bardhë, avionët ishin duke goditur. Po. Pra, i ishin bindur. Po, zotri Pilinçi, kam edhe 2 pyetje për juve. Do doja të di se çfarë mendimi keni për kryeministrin aktual të Kosovës, Albin Kurti. Albin Kurti unë e njoh që kur ka qenë në gjimnaz, është djalë i zgjuar, por ka gabuar jashtëzakonisht. Për arsye se Albin Kurti, unë e kam lajmëruar, ju keni kohë që jeni zgjedhur dhe u kemi thënë nuk ka qeveri, po mos u ngrit ky flamur. Sepse duhet dishi diçka. Flamuri që mbajnë ata në qeveri, ai nuk është flamuri tonë. Ai flamur me ngjyrë blu, është flamur grek dhe flamur sërb. Flamuri tonë është ky zotni. Pra, Amerika e çlirovi, Evropa, Franca që na ka shkatëruar me shekuj, po sot është e vdekur Franca. Pra Franca arriti që beri atë flamur, sepse çdo gjë që janë bërë llogari, me Hashim Thaçin, me çdo njeri, me Ramushin që janë bërë, Franca ka qenë gjithmonë për të coptuar Shqipërinë. Po sa jemi gjallë ne në Amerikë, e sa është në Amerikë, Albin Kurti dalë prap dhe Albini. Albini po bën shumë gabim.
nuk është më koha e kooperativave, është koha e privatizimit, është koha që ti pon s'pat e pasurin tënde nuk e asgjë në dorë, nuk është më koha e partive, partit kanë humbur, sot është koha që shqiptarët të bashkohen vëlla, me motër se ka futur sherrin midis. Albin Kurtin e hoqëm nga kryeministria. Kur them e hoqëm, unë kam qenë djenik. E hoqë u vu prap fillovi të merret me dallavere. Tamam si kryeministri i Shqipërisë. Këta janë më sërb se sërbët. Mirë, nga kjo deklarim, zotri Pilinçi, me gjithë respektin për juve, unë distancohem me njëherë nga kjo deklarim juaj, dhe doja të kaloj tek një pyetje tjetër që do t'jetë edhe e fundit për ditën e sotme. Zotri Pilinçi, një pyetje që shtrohet shumë është kush ju sponsorizon juve? Të gjithë këtu, si thash përpara, ka ardhur koha e realitetit. Këtu dhe mua po vinë me qindra dhe mira nga Evropa dhe këtu, sepse e duan komin, janë të gjithë vullnetarë, të gjithë, si barigardet që kam, po unë nuk kam vetëm barigardet, unë kam me qindra dhe me qindra, si në Kosovë, në qeveri, njerëz pa dukshmë, si në Shqipëri, si ashtu jashtë, që e duan kombi shqiptar. Ne jemi gati për të bërë Shqipërinë me kufit natyral. S'duan sërbët, ne do të bëjmë. S'duan këta horrat politikanë, si në Serbi, si në Kosovë dhe këtu, ne do të bëjmë. Të gjithë dove në burg, pasurit e tyre do konfiskohen e do të ajipen fshatarve. Fshatarve, jemi fshatarë të gjithë, sepse kosovarët kanë luftuar me shpat në dorë, me shekull, kanë luftuar me Sërbin, vinin në Shqipëri që e donin Tiranën. Pra, Pilinçi kyesh, janë të gjithë vullnetarë, me qindra dhe me mira kam. E televizori janë vullnetarë që e duan Shqipërinë. E qartë, zotri Pilinçi, është shumë kënaqësi të kemi një bashkëbisedim të tillë. Urojmë që bashkëbisedimi i radhës të jetë këtu në studion tonë në Klan Kosova dhe një vizitë në Kosovë. Faleminderit që ishit në Kosova today. Ju më keni thënë edhe përpara të gjithë televizorit e të Tiranës, Klani, Top Channel, po unë s'kam pranuar asnjë sepse për mendimin tim po e them hapur ta dëgjojnë gjithë televizorët. Të gjithë televizorët do bllokohen sepse televizorët si në Shqipëri e në Kosovë bashkëpunojnë me sërbët, gazetarët e vjetër janë aktarë. Zotri Pilinçi, më vjen shumë keq, nuk qëndron kështu, më duhet të kundërshtoj automatikisht sepse në këtë formë ju... Kuptosh mirë, kam thënë për moshën e re. Mosha e re janë intelektuale dhe shpresë e komit. Mosha e re është pjesë po pra, zotri Pilinçi, dhe duke ditur se ju keni një përvojë më të madhe se ne mosha e re, mos na bëj me deklaratat tua ne moshën e re objekt qitjeje për të tjerët, okej? Të lutem, sepse e bëjmë këtë çështje dershëm, të lutem. Faleminderit shumë që ishte në Kosovë today, zotri Pilinçi, ishte kënaqësi të bashkëbisedojmë, do të bashkëbisedojmë edhe hera tjera, por ta mbash vath në vesh se nuk jemi ne me Serbinë, siç thua ti. Dhe mos gazetar unë e di, po dëgjoj, më kuptoj një herë. Unë e kam fjalën për zotrit televizor, ata që janë patrona, gazetarë si ju, moshe re... Zotri Pilinçi, faleminderit shumë, kjo është e tëra sa i përket kësaj interviste me zotri Pilinçin, i cili mbase edhe për shkak të moshës ndonjëherë del nga tema, por sido që të jetë, është një bisedë interesante me te dhe do të shkëputemi shumë shpejt e do të rikthehemi me një temë krejt tjetër, do të flasim për diçka po aq sa ishte interesant edhe biseda me zotri Pilinçin.